Hajde këtu, viral. Eja t'ju prezentoj një tjetër sukses të një shqiptari të suksesshëm. Zotëri Gani Ajdini nga Ferizaj ju prezanton sot Shpitex Meditën, i cili na tregon se çfarë shërbime shbojnë Shpitex Medita në mes të për gjithë shqiptarët që kanë nevojë dhe gjithë ata që kanë nevojë. Sot do të zhvillojmë intervistë të suksesshme me zotin Gani për të na treguar më shumë rreth Shpitexit Medita. Hajde me mua. Hati 3. Kom. Arritëm në katin e tretë, këtu kemi, ja ku është Shpitex Medita. I bjem edhe ziles tu. Ta shofim. Apo dukemi mirë po? Është fix për kamera, për gjona, ta prezentojmë. Halo. Përshëndetje. Si kalove? Mirë. A mundem me ju shqetësu pak sot? Po, pa tjetër, hecim brenda. Mundem me shqetësu sot, hecim brenda. Hajde me mua, edhe futemi të takojmë njerëzit që kemi, ja ku kemi zotëri Ganiun. Përshëndetje i dashur. Përshëndetje, mirë se erdhe Altin dhe stafi juaj. Mirë falënderit. Hello. Që ka pak si shkojnë punët? Mirë shumë. M'vjen mirë. Atëherë, ndodhemi në Shpitex Medita, në Cyri. Këtu me zotëri Gani Ajdinin nga Ferizaj. Nga Ferizaj. Edhe sot kam ardhur për ta prezantuar Shpitex Meditën tek milionat qytetarë që i kemi dhe po ashtu edhe zotëri Ganiun sot ta prezantoj te shqiptarët suksesin e tij sepse më duket është biznes familjar Shpitex Medita? Është biznes familjar, punoj me djalin, edhe vajza më ndihmon, mirë po e kam edhe një staf të gjanë me motra edhe teknik diplomum në infermieri. Okej, a mundesh i dashur përderisa se fillim të kërkoj falje për shqetësimin sot? S'ka kur fare problemi, mirë se keni ardhen. Faleminderit. Është ditë punë si çdo ditë tjetër. Absolutisht. Na jem të hapur për çdo kund që vjen këto dera është e hapur. Faleminderit zotit rrit. Unë hyra tek dera aty në fakt e pash disa grafika, disa tabela, disa gjëra. Kam dëshirë që ta prezantojmë këtë Shpitex sepse kam dëgjuar fjalë të mira për Shpitexin tuaj, edhe kam pas dëshirë që ta prezantoj tek shqiptarët e shikuesit tanë. Kam dëshirë i dashur Gani, t'ja nisim nga hyrja edhe tek. Faleminderit shumë. Atëherë, këtu grafikat që janë, duhet më tregosh pak a shumë se çfarë flitet në këto grafika. Altin për juve, këtu mund të rish, po edhe për shikuesit emisionit ju, është shumë e rëndësi me ditë çka është Shpitexi, edhe si ka lind ideja e Shpitexit edhe çka do të thotë Shpitex. Okej. Se për një pjesë të madhe kanë dëgju, mirë po se çka qëndron mbrapa nuk e din. Unë drejt me tregu kom pas fatin që një 20 vite kom punu në sektorin publik në kantonin e Zyrihut, në Ministrinë e Mirëqenjes Sociale, ku kom pas një detyrë udhëheqëse, edhe si privilegji saj ka qenë që kom marrë pjesë në shumë grupe punuse, ku është diskutu për menaxhimin e shëndetësisë tashmen edhe në tarmen. Për shkak se Zvicra gjithherë menon një hap para për mos mu befasu me asgjë. Atëherë si sfidë kryesore e kim vrejt dy gjëra. Një ka qenën që ka mungesë të punëtorëve shëndetësor, sidomos të infermierëve, po flas për profesionin tem për ato dhe jeni ardhëna, edhe sfida e dytë ka qenë që popullata është gjithherë e më e vjetër. Këtu po ja tregoj disa grafika, një prej tyre, për shembull, atëherë është vërtetu se deri në vitin 2029 do të mungojnë 15.900 punëtorë shëndetësorë. Deri në vitin 2029 do mungojnë deri rreth 16.000 punëtorë. Rreth 16.000. Ndërsa deri vitin 2050 parashihet me munguën mbi 50.000. Kur i shtohet kësaj edhe zhvillimi i popullatës, atëherë kjo vetëm shka e randon gjendjen. Për shembull këtë grafik po ju tregoj sa për ilustrim. Në vitin 1950, do të thotë kjo para 75 vite, kanë jetu vetëm 12 persona mbi moshën 100 vjeçare. Pra, 1950 vetëm 12 persona ka pas që kanë kalu moshën 100 vjeç. Ndërsa tash 2023-ën, e shiqoni këto janë 2086. Po.
Atëherë, që ta spjegojmë. është 100 fishuar. I 100 fishuar. Atëherë, në 1950-ën ka patur vetëm 12 persona që kanë kaluar moshën 100 vjet. Sot në 2023-shin, para 2 viteve, para 2 viteve që është kjo statistikë, janë 2086 persona që kanë kaluar moshën 100 vjeçare.